Se një person, pas fotografimit të fletë votimit, ka ikur nga shkolla. Një rast i dyshim të fotografimit të fletë votimin ka ndodhur në shkollën Isa Boletini në komunën e Budujevës, si një nga qendrat më të mëdha të votimit në këtë qytet. Këtë për kallëzë.com e ka konfirmuar menaxheri i kësaj qendre, Bedrim Mustafa, i cili ka thënë se një person, pas fotografimit të fletë votimit, ka ikur nga shkolla dhe për rastin është njoftuar policia e Kosovës dhe prokurori i shtetit, të cilët kanë dalur në vendin e ngjarjes. Procesi ka ismirë, ashtu që kemi planifikuar, me përjashtim disa cilat mund ndodhen disa eksese të vogla, por nuk janë diçka për mi besuar shumë. Cilat janë këto eksese të vogla? Eksese të vogla ke një prej atë personat që ka bërë një fotografim të votës, është raportuar rasti në polici, personi që ka dalë me nxitim, kështu që prokurori ka marrë rastin në procedur. Kallëzë.com ka kontaktuar me policinë e Kosovës dhe është në pritje të detajeve rreth rastit. Në komunën e Budujevës, gjithsej 80.000 qytetarë kanë të drejtën e votës, ndërsa deri më tani, sipas të dhënave nga Komisioni Qendror Zgjedhor deri në orën 17, rreth 25.000 kanë shfrytzuar këtë të drejtë.